Kryeministri Edi Rama, gjatë një takimi me bazën socialiste në njësinë 7 në Tiranë, foli për përgatitjet e PS-s për zgjedhjet lokale të 2027-s. Rama deklaroi se ndërsa kundërshtarët vetëm flasin kundër qeverisë, ndërkaq mazhoranca bën punë për Shqipërinë. Ne kemi nisur një proces gjithëpërfshirës edhe të shtrirë në krejt territorin e Shqipërisë për të bërë, si thuash, një rrugë dy punë. Pasi nga një anë kemi zgjedhjet në organizatat socialiste, dhe nga ana tjetër është me vend që të bëjmë një proces bashkëbisedimi në radhë parë brenda nesh dhe pastaj paralelisht të krijojmë kushtet që të bashkëbisedojmë edhe me mbështetësit tanë që janë rreth nesh. Jemi tamam në kohë për të filluar të mbjellim rezultatin që pastaj do korrim në zgjedhjet e ardhshme vendore, të cilat janë pas 14-15 muajsh. Jam i bindur që ne jemi fitues, i fillojmë gjithmonë përgatitjet shumë përpara të tjerëve dhe detyra jonë është të qeverisim Shqipërinë dhe të trajtojmë të gjitha aspektet e jetës vendit, për cilat kemi marrë besimin e një shumice dërmuese shqiptarësh. Rama foli edhe për çmimet e karburanteve dhe situatën aktuale në tregun ndërkombëtar. Ai u shpreh se qeveria do të fusë një produkt për ndjekjen e naftës tranzit, gjë që do të mundsojë më shumë kontroll në treg. Njerëzit janë të shqetësuar me drejtë, siç jemi të gjithë shqetësuar për çmimin e naftës. Çmimi i naftës që rritet si rezultat i një lufte që as e kemi hapur ne, as na ka pyetur njëri ne a duam ta hapim apo jo. Ne kemi marrë përsipër tani të bëjmë një transformim të thellë të gjithë mënyrës se si zhvillohet aktiviteti në tregun e naftës, duke krijuar një kompani publike, e cila do të marrë përsipër të garantojë rezervën strategjike të naftës, dhe nga ana tjetër duam që kjo kompani publike të jetë edhe furnizuese e naftës. Dhe duke qenë furnizuese të ndikojë në çmimin e naftës duke mbajtur anën e konsumatorëve, jo anën e distributorëve. Tjetra është nafta tranzit, e cila është një tjetër zonë gri e hapësirës së tregtimit naftës. Një produkt tjetër që do të fusim tani është produkti i ndjekjes së saj të naftës tranzit. Pra janë zhvillime teknologjike që do të na mundsojnë që të kemi më shumë kontroll në tregun e naftës. Mëtej kryeministri foli edhe për ekonominë, për të cilën tha se po vazhdon që të rritet. Sa i përket procesit të integrimit, Rama tha se është në rrugën e duhur.